Dorzoja drejtësisë që kesh kuvën. Në partinë në pushtet, partinë e kremit e ka thënë, ju jeni partia. Në Shqipëri po përballet me testin më serioz të shtetit të drejtës. Zëvendës kryeministri Aballuku, ja ku e keni, në Kongres të Shtetit të Bashkuar. Dhe ju jeni Balluk të gjithë. Ministra e Infrastrukturës, kryeministri Edi Rama, potencialisht nuk i ishti në Goni Hajduke. Jeni lupi të gjithë, Greunin kam dhe Fristi, jeni lupi, si që jeni. Dorzoja drejtësis, mos merë pe kuvëndin, dorzoja një drejtësis. Dorzoja drejtësis, respekto rregullore, respekto kushtetutën, mos pengo drejtësi. Mos pengo drejtësi. Mos pengo drejtësi. Ke 2 muaj që marrë e kuvëndin. Respekto rregullore dhe kushtetutën, dorzoja drejtësis. Dorzoja një drejtësis. E ka vëndi në burg, jo në kuvënd. E ti që është atyra se jeni të gjithë si ajo. Jeni lupi. Në burg, në burg. Jemi ju është Balluk. E ka më bukër. E ka rallë monta në botokësi. Dorzoja një drejtësis. Respekto kushtetuta dhe rregullore, dorzoja drejtësis. Dorzoja drejtësis. Respekto rregullore dhe kushtetuta. Dorzoja drejtësis. Dorzoja një drejtësis. Dorzoja një drejtësis. Mos mbroni korupcionin, dorzoja një drejtësis. Dorzoja një drejtësis. Ke 2 muaj ke marrë pend kuvëndin. Nuk u lodhe titull të shet. Kriminal. Dorzoja drejtësis. Dorzoja drejtësis. Ke 2 muaj ke blokuar kuvëndin.
Ke 2 muaj. Për kë kontroll po flet? Për kë kontroll po flet? Do kontrollosh ti e Tirana. Do kontrollosh ti e Tirana. Ai tha mos folni fare. Praktike që dushme, ligjet mate jo vetëm në sallë, por në terren, te qytetarët. Lidh Këshillin dorëzojan i drejtësisë. Sesionin kaluar ndroi bashkëpunimi i funksionarëve në institucionet e pavarura, Dokumentin e Kongresit Shteteve të Bashkuara, Komisionit Jashtëm për Europën, kushtuar Lubi Ballukut, Lirë Sudenit dhe Lirë Sarçi. Pavarësisht se një dekadë të reformës të drejtësisë në Shqipëri të mbështetur Levës është Belinda Vogël, ai nuk shkeme të. E ka motër more të shke, e ka motër more të tere. Janë një lloj. Pra, pavarësisht i dekadët reformës të drejtësisë në Shqipëri të mbështetur në Shtetet e Bashkuara, si e vlerësoni qëllërimin e shqetësimeve serioze për pavarësinë e gjyqësorit? Po, do të respektoj. Me Goligata ka duhet. Tani kemi jetë me Goligata. John, se është live. Qëllërshmëria e shqetësimeve serioze për pavarësinë e gjyqësorit, siguri dhe proces të rregullt ligjor me çarrisë të Dorëzoja një drejtësisë. Dorëzoja drejtësisë. Lidh Këshilli mos u fshi. Procedimeve penale për trajtime të parlamentare, të ngritur shqetësime për integritetin zgjedhor dhe përdorimin e mundshëm politik të gjyqësorit si armë. Ja pra pjeni. Përdorni si armë gjyqësorit. Përgjigja. Në partinë e pushtet, kuptohet partia Krim, që përballet me testin më serioz të pushtetit të shtretës, me shumë se një dekadë në pushtet, seria për i 4 pyetjeve të komisionit, këtu nuk mund të ishte në në kohë se sot. Jeni bërë objekt hetimi, objekt debati, në komision e jashtëm të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Komision e jashtëm të Kongresit. Në përfaqësimin e opozitës pranë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Lidh Këshillin e rregulloris, dorëzoni kriminalët drejtësisë. Dorëzoni të korruptuarit drejtësisë. Lidh Këshillin e rregullores, dorëzoni të korruptuarit drejtësisë. Kaq e thjeshtë është. Lidh Këshillin e rregullores të korruptuarit, dorëzoja një drejtësisë. Protestat e fundit të nxituar në arrestimin e zëvendës kryeministres thuhet në dokumentin e Komisionit Jashtëm të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, arrestim të nxituar në arrestimin i zëvendës kryeministres dhe ministrës së infrastrukturës të kryeministrit Edi Rama, Belinda Ballukut, potencialisht për arrestim përgatisin një ballafaqim të vonuar për eksposhtë për pavarësinë e gjyqësorit. E kuptoni ju apo jo? E kuptoni ju ke mbroni humor. Ju mbroni një personazh që është bërë famoz në botë për vjedhjet me Edi Ramën. Votoni. Ja. Kartona jeni vetëm kartona jeni. Si Rama mos fisni fare, shumë keni fol. Siç dorëzut Erion Veliaj, do dorëzoni Belindën, pastaj Edi Ramën.
Lill këshilli dorëzo të korruptuarit drejtësisë. Mos u bëj buker i korrupsionit. Je kryetari i kuvendit. Mos provo qytetar. Qa pune filloti ti shkel s'ko të drejt? Qa pune? Rojtjen e krimit, e korrupsionit. Provokacioni urtë ndaj qytetarëve shqiptar. Prania e Lubis në parlament është provokacioni më i urtë ndaj të gjithë shqiptarëve. Po t'jetë burë të vijaj tjetër, të mos shihet pas Belinës. Të vi. Nuk shikon kjo veç Ramës se së tje korrupsione, o Niko! Jepja! O Niko! Ne e vëzët Berisha. E kemi mikrofon. Ky që më bëni sot është një provokim. Ju, jo në opozitës. Po të gjithë qytetarëve shqiptarë. Nuk mund të bëjnë ju, buroj, me korrupcion. Ju mbroni ligjin jo korruptuar. Niko, jemi të ambosur sot, pas e dirama si provokatori klima i qytetarëve shqiptarë. Dhe flaka e këtij provokimi do të bjerë edhe mbi ju. Hapur një mos u bëni maske saj. Prania e Brigida Mallukut të Lashtë ka dhe juve. kur duhet të ishte dorëzuar para drejtësisë, është një krim, jo vetëm kushtetues nga ana juaj, por edhe një krim penal. Zoti Pendeshi. Sepse keni bërë çdo përpjekje, mafioze, që Mafiozër spark. që të vëndë kryeministra të dorëzohet drejtësisë kini vullnetin. Në më bëjnë në bërë. Turp ju. Turp. Lill këshillin e rregullores të korruptuarit dorëzoja në drejtësisë. Kjo është fjala jonë derisa ju të zbatoni kushtetutën e ligjit. Zoti kryetari i kuvendit, nderuar kolegë të shëndetit të parë, edhe pse është një vit i ri, sesion i ri, shohim prap zakonin e vjetër, me shpresën që koha do t'ju bëjë të reflektoni. Kuvendi i Shqipërisë sot lidhet në këtë sesion të dytë në një moment të pozitiv e krenarie në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë, e cila sapo është ftuar të marrë një tjetër rol të paimagjinueshëm para më parë për Shqipërinë tonë. Sot është këtu leza me 83 maska të saj. Amerikës, Një maska të Lubis. Nuk provokonin shqiptar. Po, ka ftu Suel Qenër. Republikën e Shqipërisë, Ka ftu Suel Qenër. Edhe Vietnam. Ka ftu Suel Qenër. Edhe Vietnamin e ka ftuar. bordi i faqes, Ka ftu Suel Qenër. Edhe Vietnamin e ka ftuar. Ka ftu Suel Qenër në borë. Ka ftu Suel Qenër në borë. ta vlerësojë fatkeqësisht Ka ftu Suel Qenër në borë. të tilla me peshë të madhe. Ka ftu Suel Qenër në borë. Për bashkët, e cila është Mbyllja mikrofonit. ndoshta Mbyllja një sa i përket një kriminali origjinal mikrofoni. mbyllja Po po është kriminal. për emrin e Është Shqipërisë, kriminal. për emrin e Ka shqiptarëve përshën krasi. në përbërë, Çesha ashtu. Ka përshën krasi. armata e qysharëve, të cilët që nga e shtuna ndarë, Po po. filluan të përtasin
Ja ku është vlau siamez në Bibish. Ka ftesë. Ku është ftesa? Na jemi ftesë. Po qa ftesa da të gjithë? Edhe Vjetnami komunistë ka marrë, ka të regoj bravo. E kishte trajtu fix si Lukashenko, një lloj me Bielorusi. Bielorusia me një anë, Rusia në mes e Tiranana. Suedi po shkon të nga lartë. I certifikuar që po si të vrasje. Përfaqësuesi juaj po si të vrasje me Bamba. Ja ku që janë dy ndërmisht më të afërt presidentit amerikan Trump në Amerikën. Po presidenti Po ai Vjetnami. ishte Lukashenko. Lukashenko e kisha aty. Qytetimo që je ushtar i krimit. Qytetimo që je ushtar i krimit. Qytetimo që je ushtar i krimit. Qyqar. E vërteta është shumë e thjeshtë. Sa i përket kësaj çështje, Që ti je një ushtar i krimit. kemi rëndësi gjeostrategjike, por se se për vrasje që depositu. ishte dhe raportuar. Një lloj si që ti për Suedin. Një lloj si që ti për Suedin. Hajdu që kemi në vetën shumë dhe që akuzuar për krimet të të I ke ko për Suedin, për Suedin. I ke ko për Suedin. Po. Është rada jote. Po. Do ta bësh me Suedin. Shko bëje me Suedin. Bëje me Suedin. Bëje me Suedin. Bëje me Suedin. trafikant që rrinë e ti. Se me ne, e ti edhe që qarë që një nga. Qari krimit. Faleminderit Doniko. Filmoj. Jo, votojmë me elektronik. Kam. Ja. Do t'i shosh jaj, do t'a i lubi. Aj, George Clooney ai, George Clooney. Ljubija. Largohet si antar i breshme nga Komisionin për Nismat Qytetare të Bashkëpunimit dhe Mbështetjes. Bëjnë ca ndryshime kod fasad. Largohet si antar i breshme në Komisionin për Mbështetjes. me 24. Qytetar është djale ju. Si antar i breshme Ta lubi. për çështje ligjore dhe stat publik. E kanë mandatët e krimit. Ta përfaqësojnë krimin kartelit. Mos kimea. 24 është dita juaj. Është A dita do të dish ta qytetarëve filmosh. shqiptarë. Që mos e Është ke fjale e tyre, është ora e tyre. Votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Votoni se kartona jeni.
Ja ka thënë Rama. Mos flisni ta, vetëm votoni. E qani këtë pjesën. Kemi qëma atë pampamin apo jo? 79 vota pro. Damian për ty kishte. Projekti i Erbysi, atë pampamin e kishte për ty. Shpesh për tu Vaj përzjenjë të da Bajram. Po, po shkoja si qenin vërsh për vla. Po e njohur ajo, e klikur ajo. Se në vla bënte garë për të marrë temat e Frankës. Ky akt kërkon listë të E do paguje ti me kohë. Procedura e votimit, një votim. S'ke asë nderë. Qa kokit pagush të jam të? votuat. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, projekt vendimi gatohet. Ku seanca mbyllet, seanca radhës. Bravo, ja morë dhe si hatë tozaj. Namik. Ajo është e njohur, janë dhe